Me emrin e Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. Lavdërimet i takojnë vetëm Allahut, Zotit të botëve. Lavdërimi dhe shpëtimi i tij qofshin për të dërguarin e Allahut, Muhamedin, për shokët e tij dhe për të gjithë ata që ndjekin në rrugën e tyre. Në mesin e shumë qytetërimeve që njohu njerëzimi, qytetërimi islam është ndër më të rëndësishmit për shumë arsye. Po për më shumë, për atë që i ofroi shoqërisë njerëzore, pasojat e së cilës modernizimi, shkenca, zhvillimi i mbeten gjithmonë borxhlinj. Islami është pishtar që ndriçon në rrugën e vërtetë, pa eksese dhe gjithnjë i përmbajtur. Ai kushton rëndësi të veçantë lirisë së individit dhe të drejtave njerëzore në shoqëri. Islami është inkurajues dhe nxitës në dituri, arsim dhe zhvillim. Është tepër vigjilent dhe ruan barazin midis materjes dhe qenies, duke mos i lejuar që të cenohen këto ekuilibra në asnjë mënyrë. Themeli i fesë islame është monoteizmi, njësimi i Allahut në adhurim, e çdo kush që ndjen këtë monoteizëm, le ta di se është duke bartur besimin më progresiv, besimi i cili ndihmoi në ngritjen dhe përparimin e civilizimeve. Ky monoteizëm paraqiti në shkallën më të lartë për sosmërinë, nderoi racionalen dhe inkurajoi për të panjohurat, derisa i bëri të njohura. Islami është fe legjislative që ka për destinacion ngritjen e mirëqenies. Është fe mirënjohëse, prandaj nuk i shlyen mirësitë e popujve e as veçoritë pozitive të bashkësive. Ai e ruan kulturën pozitive të çdo lloji civilizimi dhe i këshillon ata të cilët e kundërshtojnë ekzistencën dhe adhurimin e Allahut që të jenë të përmbajtur dhe i fton për debate madje edhe në parimet më të thella të besimit, sepse feja e vërtet duhet të ketë edhe argumentat e pamohueshme dhe bindëse. Kjo fe na mëson të jemi të hapur ndaj çdo kujt që është i interesuar ta njohë atë. Pikërisht, për të gjitha këto këshillojmë veçanërisht udhëheqësit e mediave që të mos i shtrëmbrojnë qëllimisht parimet islame për përftime të ulta.